Greqia është një nga qytetërimet më të vjetra të gjalla në tokë. Në pak minuta do ju ofrojmë Greqinë 4x4. Greqia është vendi ku filloi qytetërimi perëndimor. Demokracia, filozofia, teatri, metodat shkencore, lojrat olimpike, themelet e matematikës, të gjitha këto e kanë origjinën në Greqi. Dhe ajo që e bën këtë të jashtëzakonshme është se Greqia e lashtë nuk ishte kurrë një perandori e bashkuar. Ajo ishte një koleksion qytet-shtetesh të vogla të pavarura, shpesh në luftë me njëra tjetrin, në një copë toke relativisht të vogël në cepin juglindor të Europës, por në mesin e dheut. Ajo botë e vogël prodhoi ide që tani formsojnë qeveritë, universitetet dhe kulturat në të gjithë planetin. Athina është një nga qytetet më të vjetra të banuara në mënyrë të vazhdueshme në botë. Njerëzit kanë jetuar atje për të paktën 3000 vite. Sot, Athina mban gati gjysmën e të gjithë popullsisë së Greqisë. Rreth 4.6 milion njerëz jetojnë në zonën metropolitane të Athinës, në një vend me afro 11 milion banor. Ky është përqendrimi i habitshëm, që nuk e ka asnjë kombë europian. Alfabeti grek është më i vjetri në botën perëndimore, ende në përdorim, rreth 2800 vjeçar. Është gjithashtu paraardhësi i drejt për drejt i alfabetit latin. Fjalë si gjeografi, demokraci, filozofi, matematik, astronomi dhe të tjera vijnë të gjitha nga greqishtja. Afërsisht 12% e gjuhës angleze ka rënjë greke. Aq thellë të ngulitura sa shumica e njerëzve nuk e vënë më re. Greqia është vendlindja e lojrave olimpike. Lojrat olimpike të antikitetit filluan në Olimpia në vitin 776 para Krishtit si një festival fetar në nder të Zeusit. Lojrat moderne u ringjallën në Athinë në vitin 1896 dhe Athina i priti përsëri lojrat olimpike në vitin 2004. Ndezja e flakës olimpike ende bëhet në vendin e origjinës në Olimpia para lojrave olimpike, dhe flaka më pas shkon në të gjithë botën. Greqia ka 18 site të trashëgimisë botërore të UNESCO-s, një numër jashtëzakonshëm për një vend të vetëm. Lista përfshin Akropolin e Parthenonin, Orakullin e Delfit, manastiret e Meteorës të vendosura në shtylla shkëmbore, Malin Athos dhe të tjera. Por gjithashtu, përveç siteve, kuzhina greke mbrohet nga UNESCO dhe është pjesë e trashëgimisë kulturore jo materiale. Greqishtja ka historinë më të gjatë të dokumentuar të çdo gjuhe të gjallë europiane, me të dhëna të shkruara që datojnë mbi 3000 vite. Është e vetmja gjuhë unike që nuk i përket asnjë familje gjuhësore, siç mund të kemi gjuhët latine, indo-aziatike, arabe dhe të tjera. Prej gjuhës greke nuk buron asnjë gjuhë tjetër që mund të quhet gjuhë helenike, dhe është e vetmja gjuhë e folur dhe e shkruar pa ndërprerje, që nga Homeri, Platoni, deri në Bizant dhe në ditët tona. Greqia ka më shumë muze arkeologjik se çdo vend tjetër në botë, mbi 200 në total. Kjo sepse nën toka e territorit të shtetit Helen është plot me objekte nga lashtësi, kërkimi dhe zbulimi i të cilave ka të nevojshme më pas, hapësirat e ruajtjes, konservimit dhe ekspozimit. Vija bregdetare greke është një nga më të gjatat në botë, duke u renditur e 16 në nivel global me rreth 15.000 kilometra. Kjo është më e gjatë se gjithë vija bregdetare e Brazilit, një vend më shumë se 14 herë më i madh se Greqia në sipërfaqe. Kjo gjatësi ekstreme e vijës bregdetare vjen për shkak të mira ishujve dhe gadishujve. Kudo në Greqinë kontinentale, nuk je kurrë më larg se 110 kilometra nga deti. Greqia ka rreth 6.000 ishuj, por vetëm rreth 220 janë të banuar. Ishujt më të vizituar janë Santorini, me parafërsisht 2 milion turistë në një sezon, Mikonos, Rodhos, Korfuz, Paros, Tinos, Milos, Speces, Naxos dhe të tjerë. Kreta është ishulli më i madh në Greqi dhe i pesti më i madh në Mesdhe. Kreta është një shtet brenda shtetit në Greqi. Ka dialektin e vet, traditat e veta ushqimore, ligje dhe kanune sociale, si dhe një ekonomi dhe turizëm të zhvilluar. Vlen të përmendim se është vendi i qytetërimit më të parë të zhvilluar në Europë. Ai Minoas, apo Minoik, me rrënjë 3000 vite para Krishtit, një qytetërim që i paraprin atij të Athinës. Greqia pret më shumë turist çdo vit se sa e gjithë popullsia e saj. 30 deri në 35 milion vizitor mbërrin çdo vit në Greqi. Afërsisht 3 turist për banor çdo vit. Turizmi përbën rreth 20% të ekonomisë. Presioni që ky sektor ushtron mbi ishujt e vegjël, furnizimi me ujë dhe infrastrukturën është bërë sot një debat kombëtar, që po kërkon masa emergjente. Greqia është një nga vendet më me diell në Europë.
me shumicën e rajoneve që varjojnë nga 2500 deri në 3000 orë diell në vit. Athina është qyteti me 3000 orë diell në vit, ose dyfishi i Londrës. Greqia ka më shumë plazhe me flamur blu se çdo vend tjetër në botë. Flamuri blu është një certifikim ndërkombëtar për cilësinë e ujit, sigurinë dhe standardet mjedisore. Greqia fiton mbi 500 certifikime në vit, shumë më përpara se Spanja, Franca apo çdo konkurrent tjetër evropian. Greqia është prodhuesi më i madh i ullinjve në Bashkimin Evropian. Vendi prodhon afërsisht 2 milion ton ullinj në vit, me rreth 150 milion pemë ulliri, më shumë se 13 pemë ulliri për person. Disa nga këto pemë ende prodhojnë fruta, edhe pse besohet se janë mbi 1000 vjeçare. Greqia prodhon afërsisht gjysmën e të gjithë vajit të ullirit të prodhuar në të gjithë Bashkimin Evropian. 3 në 4 grek zotërojnë shtëpinë e tyre private, si asnjë vend tjetër në Europë dhe mbi normën e Shteteve të Bashkuara për 65%. Për shumicën e familjeve greke, zotërimi i pronës është një pjesë themelore e sigurisë financiare, një traditë e trashëguar ndër breza. Kompanitë greke të transportit detar zotërojnë ose operojnë afërsisht 20% të gjithë flotës tregtare në nivel global, më shumë se çdo vend tjetër në planet. Për një kombë me 11 milion banor, kjo është një shifër e jashtëzakonshme. Familjet greke të transportit detar kanë dominuar tregtinë globale detare për breza, duke lundruar anije cisterna dhe anije mallrash në çdo oqean. Është një nga aspektet më të fuqishme, por më pak të diskutuara të Greqisë moderne. Mast Channel. Please subscribe.